Pse duhet përfshihet SBA në luftë? Izraeli duket se e ka mposhtur Iranin, apo nuk është tamam kështu? Po, besoj ato sulmet Izrael kundër Iranit, besoj ka dhënë mesazhin e qartë dhe ja kanë kallëzuar rrugën apo adresën në termin ma popullor, ma thjesht, për me kuptuar gjithë opinioni. Besoj këtë e ka mundë sistemi juve që ka mbetë edhe pak dhe nuk kjo mos përfshihet në negociatat të Iranit për qarmatimin bërthamor, besoj është mos e i bënuar dhe do të filloj sa më shpejt atë negociatat se nuk bën të rrinë në armë të rrezikshme në të shtetit iranianë dhe besoj këtë din shumë mirë Irani, po besoj që edhe më në fund ka koha të heqën armët bërthamore edhe për Iranit edhe çdo shtet që si plotson kriteret sipas OKB-s dhe Konventës së Gjenevës dhe Konventës së Stambollit. Dhe unë po mendoj që më në fund Irani është binë se ka marrë mesazhin e qartë nga Izraeli, këtu përfshi edhe ato masa që kanë ndërmarrë dhe ato sulme që ka pas nga Izraeli dhe ato viktima që kanë kriju dhe më në fund është rënë në gjojt në termin popullor që të kuptojnë të gjithë dhe Izraeli është më se fuqishëm se kur kuptohet me përkërjen e SBA-s dhe nuk duhet të përzihet të SBA-ja edhe të hinë në një luftë, por nëse është e nevojshme mund të hijë dhe nuk i konvenon as kjo lufta, por nëse imponohet patjetër SBA-ja nuk e lënë të gjinëzot para në shtetit si është iraniane apo dhe Rusia. Po, zote Alimi, nëse do të bëjmë një bilanc, cila është forca ushtarake e Iranit, qoftë edhe mbas goditjes nga ana e Izraelit? Po, forca e Iranit kuptohet, edhe Irani është shtet i fortë, po kundër Izraelit me armatime që ka të sofistikuar të blerë nga SBA apo të dhuruar, kupton se është në epërsi Izraelit dhe jo rastisht është shtet mik dhe e ndihmon SBA-ja dhe e dim shumë mirë çfarë shteti ka Izraeli dhe çfarë njësi inteligjente ka që gjithë shtetet ja kanë zili për të shkolluar inteligjencën atje siç e bën SBA dhe gjithë shtetet e forta. Dhe unë po shpresoj që nuk do të vijë koha që të përfshihet SBA-ja në konfliktin, po nëse thash prapë përsëris, s'është e tepër nëse veç imponohet dhe duhet të përzihet. Po nëse jo, nuk çka të përzihet SBA-ja dhe besoj duhet të ulën gjaka dhe duhet të gjendet rruga më e mirë të ulën në takim bisedime dhe të bëhet sa më shpejt ai takim i mundur, qoftë edhe me reagimin e Rusisë apo Turqisë siç kanë kërkuar Erdogan, të tullin në të rrezën bisedime dhe të fillojë sa më shpejt qarmatimi i Iranit në armët bërthamore siç ka kërkuar SBA dhe siç duhet të jetë. Edhe sa mund të durojë ndaj sulmeve të Izraelit Irani? Po besoj që është lodhë Irani nga sulmet e Izraelit, po besoj që shumë shpejt mund të gjonizohet dhe do të gjonizohet sa më shpejt dhe besoj nuk t'je lejmë kohë se lufta u tha më herët dhe nuk sjell sene të mira vetëm viktima edhe dihet që asë lufta, shkatrime, gjithë ase dhe unë po mendoj që më në fund ka orë koha dhe do t'jetë e gatshme Iranit të dorëzohet dhe duhet të bindet atyneve që ka thënë SBA dhe administratori Trump dhe nuk mendoj që dhe nuk duhet të jetë Irani kryeniësi dhe mos që bindet atyneve siç ka thënë SBA dhe administratori Trump. Putin, Rusia do të veprojë apo jo? Po Rusia tash lun anën e medalës kinse unë mund të negocioj përqendrimin e situatës. Rusia duhet të rregullojë shtëpinë e vet dhe të ndalë luftën me Ukrainën që ka të padrejtë dhe mënohet të aneksoj ato territore siç i ka thënë sa herë dhe mënohet gjejnë këto një farë mesi a vetë ka shtëpi lug dhe nuk mund të bëjë asnjë stopimin e luftës në Ukrainë. Rraf që sa kohë, ma shumë se një vit të sa në Ukrainë atje, dhe kinse kiton në mënyrë hipotetike mund të ndihmoj Iranin dhe besoj besoj lufta e Iranit i ka favorizuar Rusisë që mund të gjendet një farë mese dhe të stopoj dhe të krijoj kalkulime politike në dëm të Ukrainës dhe të stopoj luftën, po me ato kurse siç ka kërkuar dhe gjatë bisedimeve që janë zhvilluar qoftë në Turqi dhe qoftë në vende të tjera dhe mendoj që Rusia e lung të lojën e rrezikshme vetëm për interesat e tij politike dhe kalkulimet e tij politike dhe asnjëherë nuk mendon që
ta stabilizoj qoftë luftën në Iran mes Izraelit, po edhe në vetë luftën e vetë që ka me të hapur me Ukrainën. Zoti Alimi, në cilën fazë në gjykimin tënd ka qenë Irani për sa i përket projektit për armën bërthamore, për pasurimin e uraniumit edhe për tjera si këto? SBA-ja tha se ishte në prag të përfundimit të këtij projekti, gjithashtu edhe Izraeli, po ama ka shumë shërbime sekrete edhe vende të tjera, në disa raste edhe fqinje, të cilat mendojnë se Irani nuk ishte në këtë fazë. Pra, përpara se të krijonte armën bërthamore, do t'i duhet që të kalonin edhe disa vite. Po si do qoftë, unë i besoj shtetit më të fort në botë, SBA-s, dhe këtë fakt administratës Trump se jemi me fat që jemi mik me ta Kosova dhe jemi produkt i SBA-ve dhe do t'i besojmë administratës Trump. Dhe si do qoftë, unë besoj që ato që ka thonë administrata Trump dhe vetë presidenti SBA-ve besoj që ka qenë afër dhe një shtet fort dhe besoj që kanë informatat e sakta dhe nuk duhet lejuar dhe jo rastisht është marrë ai vendim për të goditur Izraeli dhe për të stopuar atë uraniumin siç është përflitë dhe ato shërbime mik që thuni ju i nderuar, besoj që mund të jetë edhe ajo në mënyrë hipotetike, por unë besoj shtetit më fort në botë SBA-ve dhe administratës Trump. E kuptova. Ne, zoti Alimi, rrezikohemi dhe këtu e kam fjalën për gjithë Ballkanin Perëndimor, Kosovën edhe Shqipërinë.